kur kemi shku, kemi qenë në edhe me Mehmet Kurda, dhe kryetari i klubit Lutfi Hyda ka pas një respekt dhe një dashuri shumë më të madhe ndaj meje kështu. E sidomos ka qenë ai turniri 2 vjeçit më përpara, ku edhe ai është një njeri me tipore shumë patriotike dhe shumë njerëzore, ku edhe të trija luftat kanë ndihmuar mos të madhe. Dhe ai, si kam shku aty, duhet ta falenderoj edhe një person tjetër aty, Lutfi Quti, i cili ta kanë qenë mik edhe dhëndër. Një vjet ka qenë ky drejtori i klubit, një vjet ka qenë ky kryetari i klubit, pastaj u ndryshin. Fotim i mirë dhe sportiv në atë ku ka qenë që kam pos për mu personalisht, është mendimi jam personal, trenerin më të mirë që kam pos në herë në jetë ka qenë që kam pos Mensur Nexhipi. Ky njeri shembull duke ditur. Përshëndesëm Axhil Mensur, kem pos para. Po, ka qenë edhe musafiri juaj këtu. Do thotë, unë te Mensuri jam ngrit shumë më shumë në aspektin e nivelit të futbollit madh. Nuk kam pas shumë privilegj tek ai kështu dashni që ka treguar ndaj meje. Mirë, po në fushë futbollit ai nuk ka pas kur fa respekti. Do të thotë ka pas një trajtim shumë ndoshta për 2-3 më të madh se ndaj tjerëve se me mu. Edhe pse më ka njohur si fëmijë të vogël ku ta di, mirë, po gjithmonë e ka lyp 100% gjithmonë fushë. Dhe për 2 vjet kemi qenë bashkë, do të thotë pe vitit 98 deri në vitin 2000 bashkë, unë tek ai jam ngrit shumë më shumë si futbollist në futbollin e madh. Nëse i morim për patriotizëm dhe i morim për gjësi, atëherë del se komuna e Kumanovës, do të thotë me rrethin, dije se çka kanë bërë. Sin luftën e Kosovës, sin luftën e, po jo vetëm shqiptarët e Kumanovës, nuk bën të harrojmë edhe pjesën perëndimore. Sidomos luftën tonë, ku ata kanë bërë gjithat mundat. Nuk do të më harrua Shqipnisë. Normalisht. Nuk do të më harrua shqiptarën në luginën e Peshevës, shembull derisa s'ka kërcit atje ose marsin e Molit Zi. Po unë mendoj se në Kumanov shkumbo por ato 7 vjet, edhe sot me shku, tash me marr 5.000 majisa veç me ma shkrujt në bjamrin, ata kanë me marrë me ma lyp me njerë. Kom pas një farë respekti dhe një farë nderi se